Miqni Radio Rinja Pro dhe vazhdojmë programin me Musafir, si çdo të premte edhe këtë premte, kënaqësia jonë pra që këtë premte vazhdojmë me kampionatin botror. Kjo është ajo me rëndësi, sepse gjithë jemi të fokusuar aty. E jona është që gjejmë ekspert, gjejmë njerëz pra që janë kompetentë dhe e kanë eksperiencë të madhe për këtë, për me na shpjegu, edhe ne jemi shiques, po ka eksperta, ka kompetencë këtu, kështu që çdo herë mësohemi. E mirë është që ne kemi si njerëz në Norvegji, jo shumë, po ata që i kemi, ne do t'i shfrytëzojmë faktikisht që me na shpjegu sa më mirë. Këtë premte është kënaqësi pra edhe nder që e kemi, edhe si profesionist, edhe si ekspert dhe kompetencë që ka njeriu me shumë përvojë në vite, përmise 16 plus vite si refer në Norvegji këtu, sonte me ne Kujti Melezi, e mirëmbrëma dhe mirë se erdhë. Ne dim se gjatë kvalifikimeve, për shembull Shqipëria, Kosova, Kujtimi është një prej atyre të rrallë që ka udhëtu faktikisht në çdo vend ku ka luajtur Kosova ose Shqipëria. Përveç se në vendet që kanë qenë si Mik Koçire, mund me thonë kështu mirë, po ai ka udhëtu edhe aty ku kanë luajtur jashtë, për shembull në Poloni, në shumë vende tjera. Kjo është ajo që bën njerin pra entuziast edhe mirënjohës shumë i mirë i futbollit, lojtarëve, ekipeve e kështu me radhë. Po të fillojmë kujtim me atë pjesën para se të vazhdojmë me botrorin, ishte ajo pjesa e kvalifikimeve. Tregona pak për Shqipërinë se kjo thu shumë edhe Kosovën. Me Leonin që në fillim të përshëndesim të gjithë dëgjuesit e Radio Rilindjes apo shoqëruesit nëpërmjet portalit Radio Rilindjes, dhe njëkohësisht të falenderojmë edhe juve për ftesën që na keni respektuar dhe për punën tuaj që e bëni këto ndër vite. Nuk është pak, është bët fjalë për 30 vite radhazi, them edhe një radhazi, duke bërë ftesa të ndryshme të profesioneve të ndryshëm, duke qenë aktiv në për organizime, në për evente, qoftë ata sportive dhe kulturore. Ju si Radio Rilindja mundoni në atë mënyrë që të bashkoni të gjithë shqiptarët këtu në Norvegji, në komunitetin shqiptar, dhe nëpërmjet kësaj nuk duhet të nënvlerësuar kjo punë që ju i jep një angazhim mjaft të rëndësishëm për komunitetin shqiptar në Norvegji, e cila në brezat e ardhshëm do të jetë një arkiv bukur i mirë për rinin që vjen më pas. Se përket pyetjes suaj, është me të vërtet diçka nuk mund të përshkruhet ajo momentet kur je pjesëmarrëse drejt për drejt në një ambient të tillë sportiv, sidomos në ndeshjet e kombëtarës shqiptare, dhe është me vërtet një kënaqësi që nëpërmjet një emisionit apo nëpërmjet një interviste të përshkruhet ajo ndjenja që përjetohet në për ato stadiume. Është e vërtet se këtë kualifikim për botrorin 2026, pjesëmarrës në kualifikim ishin edhe Shqipëria edhe Kosova, dhe duhet cekim këtu për shkak se ne jemi dy shtete dhe kjo është na bën edhe me krenar, nuk duhet të bëjmë këto ndasi, kur mund të jetë Austria veç mas, Zvicra veç mas, Gjermania veç mas, janë gati se edhe ata një popull të njëjtë, se mos ekzistojnë edhe di kombëtare që përfaqësojnë shqiptarët. Dhe këto ndarësi pikëparë ne duhet t'i anashkalojmë, dhe ajo më e mira që është të jetë një bashkëpunim i mirë dhe të jenë di përfaqësuese. Në këto ndarësi duhet të mos i përmendim në të ardhmen. Unë jam munduar të prezentoj në ndeshjet e kombëtarës së Shqipërisë dhe në ndeshjet e Kosovës në vende të ndryshme, duke në kualifikim si ishte tash Kosova dhe Shqipëria,
kam prezantuar në ndeshjen me Anglinë në Londër, në ndeshjen me Andorrën në Andorra, e cila është ndeshje kyçe dhe vendimtare për kualifikim në play-off të Shqipërisë për herë të parë për kampionatin botror. Kam prezantuar edhe në ndeshjen e Kosovës në Göteborg ndërmjet Suedisë, me të cilën Kosova arriti sukses të marrë 3 pikë atje. Dhe me të vërtet është një kënaqësi, diçka që, si thash edhe një film, nuk mund të përshkruhet ajo ndjenja që kur je drejt për drejt në një ndeshje dhe dhe nëpërmjet televizor janë di kahje të ndryshme të ndjenjes dhe atmosferës. Po mirë, për shembull, në Andorra ka pas edhe shqiptar tjerë atje? Për habi është se në Andorra ishe vështirë për me apliku përmjet biletave, mirë po unë më në fund të arritë bashkë me vajzën time ti marrëm, ti fitojmë di bileta, dhe gjatë rrugës se Andorra është diçka karakteristike, nuk ka aeroportin e vetë, gjatë rrugës nga Barcelona dhe Andorra, duke bashkëbiseduar me vajzën, them, ndoshta si jemi shumë, jemi 100 shqiptarë, aq maksimum mund të jemi, edhe pse stadiumi ishte i vogël në atë vend, mirë po për befasi kur do futemi në stadium, shohim gjithë stadiumi kuq e zi, ajo ndjenje nuk mund të përshkruhet kënaqësi e madhe, se tash futbolli është aq i popullarizuar që nga gjithë diaspora, nga shqiptarët që jetojnë nëpër diasporë, nëpër gjithë Evropën, në ndeshje të tilla janë pjesëmarrës kudo që t'jenë dhe arrin të mbushin stadiumin gati se nëse është mundësia edhe 50% ata mund të blejnë biletat dhe të jenë prezente në ndeshje të tilla. Me vërtet është një kënaqësi e madhe kur i shohësh gjithë shqiptarët të buar nga të gjitha anët e botës, dhe ajo është futbolli dhe kombëtarja që na bashkon të gjithëve, dhe me vërtet është një kënaqësi e veçantë. Që sa mirë, për shembull, se tash e dim na për Suedi e Zvicrë që mbledhen shqiptarë dhe Gjermanie ku kanë luajtur për shembull, edhe ne të kohën e Poloni, që ke qenë edhe aty në Poloni ku e ke edhe fanelen prej atij lojtarit për shembull që direkt është live këtu. Kjo është original, do me thonë atë lojë që ka luajt, fanela numër 15 është Kjo është e Klisman Sake, është lojtar i Shkëndijës i Tetovës, unë vej me prejardhe nga qyteti i Tetovës, dhe Klisman Sake është një ndër ata lojtarë që ka luajtur për Shkëndijën, e cila këtë vit bëri historikun e saj, do të cekim arriti të luaj në Conference League në fazën e grupeve, dhe pastaj pas fazëve grupeve kaloi edhe në fazën eliminatore. Dhe Klisman Sake është lojtar nga Shqipëria, nga Pogradeci, dhe është tash transferuar në ekipin Akhmat Grozny të Rusisë. Dhe ai ishte pjesëmarrës, ishte i ftuar në ndeshjen ndërmjet Polonisë, dhe nëpërmjet një miku tim ne arritëm të marrim akreditim në ndeshjen me Poloninë, ishim si të ftuar nga Digital Alb, dhe në atë arritëm të takojmë Klisman Sake dhe fitove fanelen. Fitovëm fanelen. Ja, kemi kujtimi ka për fanelen gjatë. E kjo është ajo që është tifoz edhe tifoz lëkin që e bon njeri, për shembull që udhëtoni, blejnë biletat, aeroplanin, du të më mundu mi gjetë biletat për stadium e kështu me radhë. Kjo është ajo që ndjenja ku fillojnë tu, e pastaj mos folim për lojën edhe ato 90 minuta. Po, nalemi vetëm pak në pika shkurta këtu tek kvalifikimi para se të vazhdojmë me botrorin, se ka bukur shumë sene, po tash na tregon pak këtë bilancin e lojtarëve të Shqipërisë për shembull në kampionatin botror, gjatë tyre 10 viteve që kanë kalu. Po,
është e vërtet se neve ishim shumë në prag të kalimit të play-offit, si kombëtarja e Shqipërisë, po ashtu edhe kombëtarja e Kosovës, ishin në prag të më afër ishte kombëtarja e Kosovës, e cila arriti të kaloj lojën e parë ndaj Slovakisë, kurse edhe Shqipëria lozi një lojë shumë të mirë e cila arriti deri në avantazh në 1-0, pastaj pati edhe di shanse të pasur 100% për gol, mirë po fati e deshti që nuk u realizuan, mirë po në ana tjetër kombëtarja e Kosovës arriti të kalojë Slovakinë dhe arriti të luaj dhe finalen me kombëtaren e Turqisë, siç e dim aty me një njansë shumë të vogël Turqia me një avantazh për 1-0 kaloi në final në kampionatin botror. Mirë po duhet të mos harrojmë se shqiptarët edhe pse nuk janë në kampionatin botror, mirë po në një mënyrë tjetër indirekte ata janë në kampionatin botror, duke përmendur lojtarët shqiptarë siç janë Granit Xhaka për momentin dhe Ardion Jashari. Janë pjesëmarrës në kampionatin botror tash në Kupën e Botës që mbahet në Amerikë, Meksik dhe Kanada. Mirëpo duhet të përmendim faktin se në këta 2 dekadat e fundit, në këta 20 vitet e fundit, në këta kampionatet e fundit, kemi në total 10 shqiptar që na kanë përfaqësuar në mënyrë direkte apo indirekte në kampionatet botrore, siç janë Velom Berami, i cili ka përfaqësuar, është shqiptari i parë që mori pjesë në 4 botrore radhazi. Është në botrorin 2006 në Gjermani, në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut, pastaj në 2014 në Brazil, 2018 në Rusi, dhe nga këta statistika ai nga 4 botrore ka lozur në 11 ndeshje. Pastaj vjen Xherdan Shaqiri, është futbollisti më i suksesshëm shqiptar në botror. Xherdani, i cili ka marrë pjesë në 4 kampionate po ashtu të botrore, dhe ato në 2010 në Afrikën e Jugut, 2014 Brazil, 2018 Rusi. Ai ka luajtur më shumë ndeshje nga të gjithë këta, që do t'i përmendej radhazi, në 16 ndeshje dhe ka shënuar më shumë golla nga të gjithë, 5 golla përfundimtar, duke përfshirë edhe hat-trickun i cili ka shënuar ndaj Hondurasit në vitin 2014 dhe golat e famshme kundër Serbisë në 2018 dhe në kampionatin e fundit në Katar në vitin 2022. Pastaj shqiptari tjetër i tretë është Granit Xhaka, që është për momentin në kampionatin aktual. Granit Xhaka ka luajtur në kampionatin 2014 në Brazil, 2018 në Rusi, 2022 në Katar dhe 2026 tash në Shabak, Kanada dhe Meksik. Ai shënoi edhe tash edhe gollin e ditë. Gollin e parë ka shënuar kundër Serbisë në kampionatin e 2018 bashkë me Granit Xhakën. Kurse tash me gollin e ditë me 11 meshkën kundër Bosnjë-Hercegovinës. Pastaj shqiptari tjetër i radhës është Blerim Xhemaili, i cili vjen nga Tetova. Në botror ka shkëlqyer me edhe Blerim Xhemaili, duhet përmendim. Ai ka shënuar, ka lozur në 3 kampionate botrore, 2014 në Brazil, 2018 në Rusi dhe 2022 në fundit në Katar. Dhe statistikat e Blerim Xhemailit ka shënuar 3 botrore, ka marrë pjesë në 3 botrore, 11 ndeshje dhe 2 gola. Golat kundër Hondurasit në 2014 dhe kundër Kostarikës në vitin 2018. Këta luajnë për Zvicrën. Për Zvicrën, po. Pastaj vjen Admir Mehmedi, që është po ashtu në 3 botrore, në 2014, 2018 dhe 2022. Domethënë 3 botrore, 8 ndeshje dhe 2 gola. Kundër Ekuadorit ka shënuar golin në vitin 2014 dhe në vitin 2018 kundër Kostarikës.
Pastaj mos harrojmë se ndoshta edhe shumica nuk e din apo nuk e përmendin në statistikat e tjera, është Gelson Fernandez. Është shqiptar nga Zvicra, mirë po me nën shqiptare nga Kosova. Dhe kjo është i bërë i famshëm që mundi Spanjën, Zvicrën në kampionatin 2010 në Afrikën e Jugut dhe shënoi gollin historik. Pastaj shqiptari tjetër, i cili është po ashtu aq i rëndësishëm në kampionatin e botës të Brazilit në vitin 2014, është Shkodran Mustafi nga Gosivari, i cili ka marrë pjesë në botërorin e vitit 2014 në Brazil që thëmë dhe ka marrë pjesë në 10 ndeshje, ku Gjermania në këtë botëror arriti të marrë dhe të bëhet kampion i botës. Pastaj është Albert Bunjaku, botërori i vitit 2010 dhe ka lozur në 10 ndeshje, dhe pastaj është Pajtim Kasami nga Struga, i cili në botërorin e 2014 ka bërë një ndeshje, nuk ka shënuar gol, dhe tash lojtari i Ardon Jashari nga Komonova, i cili ka marrë pjesë në kampionatin e fundit 2022 në Katar dhe është pjesëmarrës aktual tash në kampionatin botëror në vazhdim që është në Amerikë, Meksik. Me këta statistika, dua të përmendi në fakt që shqiptarët nuk kanë marrë ndoshta drejt për drejt, edhe pse kemi shumë afër në prag të kualifikimit. Mirë po janë statistika që nuk duhet shqiptarët të haruar, në gjithsej, më thënë, janë total 12 gola të shënuar në kampionatin botëror nga këta emrat e përmendur, dhe gjithsej janë 74 ndeshje total që kanë luajtur. Dhe kjo është një statistikë që shqiptarët duhen të jenë krenar që kanë qenë pjesë e këtyre kampionateve dhe botërore, radhazi, dhe deri tash në këta ndeshje të zhvilluara në 73 ndeshje, duke shënuar 12 golla në skenën më të madhe të futbollit botëror. Kjo është ajo mira që përmende këto vitet e fundit, do me thonë, kemi gjeneratat tjera që lozin sot, që janë inspiru për këtyre, edhe përpara nuk kemi pas fanelat, e kemi bajt për shembull me emrat dikujna të Brazilit, të Gjermanisë, kështu me radhë, e tash i shohim fëmijët për shembull që i kanë fanelat e futbollit me thuja shumica me emrat e këtyre që përmende, për shembull Shaqirit, Beranit, Gjaka, Gjemajita, Mehmedi, Mustafi, Ksami, Jashari, kështu me radhë, do me thonë këta janë emrat të mëdhaj, profesionalistë, do me thonë në fushën e tyre, që lozin në kampionate botërore, e kanë loz, e tash e kemi fanelat e tyre, edhe pse luajnë për tjera shtete, mirë po ne i dim ato emrat, e mos të foli për tonat që kemi Kosovë, Shqipëri, për shembull, që i bartim, si ti që e ki sot, për shembull, me këto, që kjo është origjinal. Po mirë, tash jemi në fillim gati, mund me thonë kështu, se ka ende disa javë në këtë kampionatin botëror që është marramendës në 3 shtete, në këto fusha, disa janë originalit futbollit, po disa janë të bejsbollit e diçka, po i kanë konvertu në të futbollit për shembull, se edhe vetë lojtar po i dëgjojmë që është pak interesant, derisa është bari mirë, tjerat nuk janë më rëndësi. Mirë po, që është interesant se kjo është zgjonu ma e madhe, do me thonë ma shumë ekipe, ma shumë shtete, dhe rregullat reja gjitha ato që do t'i foli pak, po kur jemi që është zgjeru me më shumë shtete se përpara. Kemi shtete për shembull që i ka 40.000 banor, edhe kemi shtete që i ka thuja gjysmë milioni banor që marrin pjesë. Edhe janë kvalifikuar, do me thonë edhe marrin pjesë. Kap Verde, pastaj kemi një shtetin tjetër që është me që lozi faktikisht shumë mirë, edhe me Spanjën, po edhe këto ekipe tjera që kanë luajtur me ekipe të famshme favorit. Pse ndodh kjo për shembull? Çfarë u bë kjo që arrit kaq e madhe që u zgjonu botërori?
Po botërori, unë kam përgatitur disa statistika nga botërori I vitit 2022, domethënë botërori I fundit në Katar që mbar në vitin 2022, që botërorët mban çdo 4 vite. Është zgjeruar, është botërori më I madh që është historikisht në këta 23 botërorët e mbajtura. E ky botëror është zmëdhuar nga 32 ekipe në 28 ekipe apo kombëtare të shteteve. Më thënë, numri është rritur për skuadra për 16 skuadra më shumë, apo për nga 8 grupe tash është 12 grupe. Domethënë 4 grupe është më shumë rritja. Kurse nga shtetet që kalojnë grupet këtë vit janë 32, domethënë dyfishi nga vitet nga kampionati I vitit 2022. Dhe në fazën e grupeve është rritur se kualifikimi ndodh në çdo kontinent veçmas. Për shembull nga kontinenti I Evropës në kampionat në botërorin e fundit 2022 ishin të garantuara 13 skuadra apo kombëtare. Kurse tash në këtë kampionat është rritur përqindja për 3 më shumë. Domethënë nga kontinenti I Evropës 16 kombëtare, domethënë për 3 më shumë. Nga kontinenti I Afrikës nga 5 të garantuara është rritja më e madhe që është për 4 më shumë, domethënë 9 shtete. Dhe nga Azia, nga 4 e gjys, themi 4 e gjys për shkak se 4 janë të garantuara, kurse njëra merr pjesë në play-off ndërkombëtar me kontinente të tjera, dhe domethënë edhe kjo është një rritje prej 4, domethënë nga 4 9 janë nga kontinenti I Azis, pastaj nga kontinenti I Amerikës Veriut Qendror dhe Karaibet është rritur po ashtu nga 3.5 në 6.5, apo tash janë 7 shtete, dhe nga Amerika e Jugut nga 4.5 është rritur në 6.5, domethënë për 2 më shumë. Dhe Oceania është një pjesëmarrje drejt për drejtë, është këtë ratë është Zelanda e Re, është 1, dhe në total është kështu: Evropa me 16 shtete, Afrika me 9 shtete, Azia 9, Amerika e Veriut dhe Qendrore dhe Karaibet 7, dhe Amerika e Jugut 6, Oceania 1. Total janë 28 nacione apo shtete të pjesëmarrës. Edhe shtetet për herë të parë që marrin pjesë është kepi I Gjelbert, apo si thirret ndryshe kepi Vardë, dhe pastaj është Uzbekistani nga Azia dhe Jordani që marrin për herë të parë në një kampionat botror, dhe Curacao nga Amerika e Veriut apo nga Karaibet, një shteti më I vogël që është. Edhe kjo e bën më të rëndësishme këtë kampionat botror për shkak se rritet numri I skuadrave, I grupeve dhe I ndeshjeve. Domethënë totali I ndeshjeve nga 64 ndeshje që kanë qenë në kampionatin e fundit të botrorit 2022, tash është rritur për 40 ndeshje më shumë. Domethënë 104 ndeshje total bashkë me eliminimet dhe finalen janë edhe për vendin e tretë. Domethënë 104 ndeshje, ku në këta 104 ndeshje janë prezent 1248 futbollistë profesionistë, 891 futbollistë janë që për herë të parë debutojnë në një kampionat botror, kurse të tjerët veç kanë eksperiencën e tyre. Ku më I riu nga këtë kompeticion do të përmendim është meksikani Gilberto Mora, është 17 vjeç disa ditë, ndërsa më I vjetri është skocezi Craig Gordon, 43 vjeçar diçka ditë. Janë këta disa statistika të cilën e bëjnë futbollin me vërtet shumë popullor dhe interesant, mirë po do të përmendim se në kjo kampionat nuk është vetëm futboll, por është edhe një ambasador I shteteve, siç përmendet ju, janë disa shtete që nuk kemi pa dëgjuar ndonjëherë, dhe përmet këtyre ndeshjeve
Ne arrim mundohemi të gjërmojmë, të shqyqojmë se ku gjendet ky shtet, nga vjen ky shtet, nuk njohim as flamurin, dhe kjo është e bën interesant edhe për fëmijët, edhe për të rriturit, bën kurreshtar. Prandaj është ajo merit e madhe e shteteve tona si është Kosova dhe Shqipëria nëse arrin në një kampionat të tillë, dhe se Shqipëria e ka arritur diherë kampionatin evropian, mirë po jo këtë botëror, me shpresojmë që një ditë do të na gëzojnë dhe do të jenë ambasadorët kryesorë të shtetit, si tash fundit nuk është vetëm futboll, por është edhe një prezantim edhe një kulturë e veçantë të shteteve. Shiqoni ata, çdo ndeshje fillon me himnin kombëtar, ku gjithçka heshtet, gjithaj një publik i madh nga 80.000, 90.000 heshtin për të dëgjuar himnin e një shteti, ku ka më mirë të dëgjojmë himnin kombëtar apo himnin e Republikës Kosovës në një ndeshje të tillë. Është një vërtet një kënaqësi, që e thash edhe në fillim, nuk mund të përshkruhet ajo ndjenje që arrin në stadium. Prandaj janë këta statistika që përmenden që në sporti, sidomos në veçanti futbolli, ka marrë një rol shumë të rëndësishëm në kohën e fundit, dhe bota është e fokusuar në krejt anët nga kampionati botëror, për shkak se me siguri keni dëgjuar gjatë kampionateve botërore gjërat ndryshojnë, sidomos krimi zvogëlohet dhe shumë gjëra tjera që pasi njerëzit janë fokusuar për futboll, është diçka, dhe kjo është rëndësi të përmendet se ki kampionati më i gjatë që do të ndodhet për shkak të numrit të madh të ndeshjeve këtë vit. Domethënë më shumë se një muaj do të zgjatë në krahasim me kampionate tjera. Do të mushemi me futbolle, me kulturë, me shumë sende që kemi mi pa këtu, edhe kemi mi dëgju, e në njëjtën kohë dëgjojmë për shembull edhe emrat e këtyre lojtarëve, e dikush prej këtyre me siguri do të jetë edhe yll mas këtij kampionati, se mos harrojmë se përveç se lojtarëve edhe tifozëve, aty janë edhe një me mia agent të futbollit, të cilit rinë shënojnë edhe presin momentin, për shembull për t'ju jep oferta këtyre lojtarëve që janë prej vendeve ndryshme, edhe për ata është një golden ticket, për shembull se prej këtij kampionati mund t'ju ndryshohet edhe jeta e tyre ku luajnë për shembull në ato ekipe parakombëtarës, dhe pastaj mund të jenë në disa ekipe botërore që janë me renome të madhe, me ekonomi e gjitha ato, dhe mund të ndryshohet thjesht jeta e lojtarit nëse qëllon të ndonjë agent i futbollit, për shembull që menaxher që mund t'i afrojë një ofertë mirë. I kemi diku në 15 stadione që lozin në 3 shtete. E pse ndodhi kjo për shembull në 3 shtete, si zakonisht ne jemi mësuar me një vend, me një shtet. Është vërtet, duhet të ceket se është hera e dytë me radhë që kampionati botëror organizohet më shumë se sa një shtet. Kampionati i parë që u bë më shumë se një shtet ishte në Kore dhe në Japoni në vitin 2002. Kurse tash është për herë të parë që kampionati bëhet në 3 shtete, dhe është më e pëlqyeshme që shtetet jenë në ftinje, në këtë rast janë shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Meksik. Mirë po, do të përmendim se pjesëmarrja më tepër është në shtetet e Bashkuara të Amerikës me 11 stadiume, pastaj në Kanada me 2 stadiume dhe në Meksika me 3 stadiume. Në 3 shtete është për shkak bashkëpunimit të shteteve ftinje, për shkak se çdo shtet kërkon aplikon në konkurimin, po është e pamundur çdo 4 vite të mundsohet çdo shteti për të përfaqësuar më shumë shtete si pjesëmarrës si në goxhire. FIFA mundohet të përfshijnë më shumë shtete në një kampionat botëror. Kampionati i jashtëm botëror po ashtu i pas 4 vite, domethënë në vitin 2030. Do jetë në Spanjë dhe në Maroko. Domethënë edhe ata nuk janë, do të jetë diçka karakteristike për shkak se janë në 2 kontinente të ndryshme. Njëri i takon kontinentit të Evropës dhe tjetri i kontinentit të Afrikës, dhe ajo do të jetë diçka e veçantë.
Mirë, po tradita do të vazhdojë, domethënë 48 kombëtare do të marrin pjesë dhe shpresojmë që në këtë do të merr pjesë Kosova dhe kombëtarja e Shqipërisë. Shpresojmë për 2030 me siguri inspirimet vinë tash më shumë gjatë këtij kampionatit edhe kemi do të dalin edhe lojtarë më të mirë e më të ri. Është interesant se këta kombëtarë që luajnë për shembull në këto shtete, edhe në këto qytete. A duhet edhe lojtarët të udhtojnë për shembull prej nëse kanë luajtur në Amerikë edhe ndoshta ndeshjen tjetër e kanë në Meksik ose në Kanada, se nuk është edhe çaq afër. Po, është patjetërsueshme që lojtarët ata janë gjithë ndeshjet e planifikuar në orar të caktuar shumë kohë më parë dhe transportet dhe gjithë ata logjistika dhe organizimi i tillë është i paraparë. Është po e vështirë për lojtarët normal nëse ndodh që një ndeshje që shpesh sidomos në fazën eliminatore bjen papritmas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të thojsh në Meksik, mirë po ndeshjet eliminatore nuk i kam kështu të regjistruara në mendje. Shumica janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak se pjesëmarrja e stadiumeve është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po është pyetje shumë e vend për shkak se ishte kombëtarja e Iranit, e cila më tepër u përmend dhe u bëri shumë ankesa për shkak të udhëtimeve të gjata dhe të shpejta që ata ishin të detyruar që të kalonin më njëherë pas ndeshjes në kontinentin në shtetin e Meksikës, nga kurse ndeshja është në Sheba, ata nuk kishin ankesa e tjerë ishin, nuk kishin disa ditë për më parë para ndeshjes për të përgatitur sikur ishte një neglizhencë apo një ankesë e tillë. Sepse ata rinë në njëjtin hotel deri kanë këtë kampionatin, për shembull, përveç se udhëtimet i kanë që duhet të udhtojnë, kurse akomodimin që e kanë, si Norvegjia për shembull, rinë me një vend, mirë po kur është ndeshjet ata udhtojnë prej stadium ose prej kontinent e shtet që me lujt ato lojna. Po kjo tash ne po mësojmë apshe ka pak gjithçka edhe që është mas interesant në këtë kampionat, për shembull se para 4 viteve ka pas rregulla tjera, kurse tash kemi disa rregulla tjera. Dhe rregullat do që s'pi kuptojmë, nuk pi dim, tash duhet mësohemi sepse nuk pe kuptojmë në rëndësinë e rregullës, për shembull që është bërë dikun ku nalet topi ose vazhdimi ose ato denimet, për shembull shumë shpejt e merr kartonin gjelbërt ose të kuq, nuk është si përpara që duhet kemi edhe varin të njëjtën kohë, kemi edhe shumë refer tash se normal që luan kampionate, kemi tren fush, mirë po tash po mdo këtë 5 se edhe Ansorion, po të njëjtën kohë kemi edhe te vari atje një 3-4. Kështu që nuk mund duhet shqyrtohet mirë diçka nëse ndodhet për shembull te na penalti ose ndonjë karton i verdh ose i kuq. Ç'a është rregulla e re për shembull që duhet ta kuptojmë ne? Po shiqo, bordi ndërkombëtar i shoqatave të futbollit IFAB që thirret nga FIFA, në çdo kampionat mundohet që të bëj sa më kualitet futbollin, të bëj ndryshime në disa rregulla të cilet ka pasur ankesa apo ka pasur pengesa të drejtësisë. Dhe ata në çdo kampionat të tillë vijnë me disa rregulla disa ndryshime të cilet janë më të repta dhe më strikte për të pasur një drejtësi më të mirë në ndarjen e drejtësisë, më të në futboll. Dhe edhe po ashtu edhe në këtë vit futbollistët janë bërë disa ndryshime. Për shembull, futbollistët nuk do të lejohet të mbulojnë me gojë duke gjatë komunikimit me dorën përpara, po. Ajo është një rregull, domethënë lojtari nuk guxon të mbulojë gojën në situata konfortimi me kundërshtarin. Arsia, është që çdo shkelje mund të ndeshkohet më njëherë me karton të kuq. Është një rregull që nuk ka ekzistuar më para as në Champions League apo në ndeshje të tjera. Është një rregull që vjen për herë të parë në këtë kampionat botror. Qëllimi është parandelimi i komunikimit abuziv apo diskriminues
apo racistë gjatë një ndeshje. Dhe kjo me të vërtet është për të përshëndetshëm për shkak se automatikisht anulohet manjerë për shkak se nuk merr karton të verdh, po drejt për drejt karton të kuq. Është një nga rregullat e reja. Pastaj portieri nuk mund të mbajë topin më gjatë se 8 sekonda. Kjo rregull veç ka qenë më parë ishte 6 sekonda, mirë po thuaj se kjo nuk kishte ndonjë zbatim gjatë lojës. Mirë po tashme që portieri ka drejt të mban topin vetëm 8 sekonda, dhe duhet të lëshon, domethënë pas se të kalon. Gjyqtari bën kjo veç është përdorur në disa kampionate të disa shteteve. Gjyqtari bën numërimin me dorë nga sekonda e 5, domethënë ngrin dorën lart 5 dhe numëron nga 5 e poshtë. Dhe nëse portieri mban më shumë atëre bëhet corner apo gjendje apo gjuajtje nga këndi. Dhe nëse po ashtu është edhe nëse rastet fetari nëse është gjendje nga ansore, nga out, si thirrëm në gjuhën popullore, atëherë duhet brenda 5 sekondave të ekzekuton më njëherë outin dhe në të kundërtën i kalon kundërshtarit outi. Dhe vetëm kapiteni është një rregull tjetër që është zbatuar në disa shtete, vetëm kapiteni mund të folë me gjyqtarin, only the captain, që thirret në anglisht. Nëse ka kundërshtime ose diçka. Kurse të tjerët nuk guxojnë as pak të afrohen, të diskutojnë. Nëse lojtarët tjerë rrezikojnë apo afrohen të diskutojnë, rrezikojnë të ndeshkim me karton të verdh automatikisht. Pastaj, siç përmendet edhe ju, VAR është tash edhe më i avancuar. I kanë dhënë më shumë kompetencë VAR-it në ndeshkimin e situatave. Po duhet përmendim se VAR-i është vetëm një teknologji gjysmë automatike e cila tash jemi në kohën e inteligjencës artificiale, janë munduar që dhe inteligjencën artificiale me një chip në topin e futbollit mund të bën me një gjysmë automatizëm pozicionin jashtë loje, më thënë offside, që si thirrim është apo nuk është offside. Nëse në disa raste gjyqtari mund të shpjegoj publikisht vendimin e tij nëpërmjet atij mikrofoni, siç ishte në ndeshjen me Meksikës, gjyqtari e shpjegonte publikisht para gjithëve. Kjo është vetëm për ta bërë më interesante, më për ta dëgjuar dhe publiku ç'është arsyeja, për shkak se pastaj po VAR-i ka ndryshimi që është bërë, ka drejtën e rishikimit të kartonit të ditë të verdh, nëse çon në drejt për drejt në të kuq. Për shembull, nëse gjyqtari ka vendosur të jep kartonin e ditë të verdh, që automatikisht duhet të pas vjen i kuqi, duhet VAR-i ka të drejtën, është ngrit kompetenca që ta ndryshojë atë nëse nuk është për karton të verdh. Domethënë kjo është bërë që mos dëmtohet një ekip të luaj me një lojtar më pak. Pastaj vendimet e gabuara, siç është vendimi i gabuar në corner apo në gjuajtje nga këndi, edhe këtu është bërë një ndryshim që VAR-i mund ta ndryshojë. Nëse gjyqtari ansor apo ai kryesor bën një gabim të tillë, me ndërhyrjen e VAR-it nëpërmjet mikrofonit të tyre që lidhin e tyre komunikojnë që gjuajtja e këndit është e gabuar dhe duhet t'i takoj portierit apo edhe anasjellës, është corner. Dhe kjo është edhe lufta kundër humbjes së kohës. Po, edhe kjo është një rregull e re, lojtarët i zvendësuar duhet brenda 10 sekondave të largohet nga fusha. Kjo që nuk është provuar në kampionatet e mëparshme, lojtari i dëmtuar duhet të qëndrojë jashtë fushës. Nëse një lojtar është i dëmtuar, duhet të largohet nga fusha, mirë po duhet të qëndrojë 1 minutë jashtë, që mos keq përdoret, domethënë koha. Dhe gjyqtarët kontrollojnë më fort vonesat në një rrëvënie të lojës.
Rregulli i zëvendësimeve. Lojtarët që dalin nga fusha do të kenë vetëm 10 sekonda për të larguar atë që e përmendëm. Nëse te kalojnë këtë limit, domethënë kalon mbi 10 sekonda, atëherë nuk ka drejt të bëhet zëvendësimi, vazhdon loja dhe zëvendësimi bëhet pas të kalon një minutë për fillimi. Domethënë ndëshkohet ekipi automatikisht nëse nuk i arrin të mbajë limitin për 10 sekondë, ndëshkohet luan me një lojtar më pak. Po, dhe pastaj ndryshime tjera ka edhe në trajtimit mjekësore. Po, lojtarët që marrin ndihmë në fushë do të detyrohen të dalin jashtë dhe të presin 1 minutë pas rikthimit këtëve që përmendëm. Dhe pastaj përmendëm edhe këtë sensori në top me kamera me të shumta që ndihmon varit të përcaktoj pozicionet jashtë loje shumë shpejt dhe më pak gabime njerëzore. Pra tendenca është më pak humbje kohe, më shumë ndihmë teknologjike për gjyqtarët dhe më pak protesta nga lojtarët ndaj arbitrit. Në aspektin organizativ, çdo pjesë loje do të ketë pushime të shkurtë, të freskuese, për shkak të temperaturave të larta të vendit pritës. Kjo e fundit për ato pauza që janë për etje, ata nuk është që janë rregulla që janë definuar dhe do të vazhdojnë, mirë po kjo është në veçanti për këtë kampionat për shkak të temperaturave të larta. Edhe pse një pjesë e madhe edhe për këto rregullat e varit, edhe për këtë rregullat e pauzave të shkurta janë kundërt. Disa ekspertë dhe analistë të futbollit mendojnë se vari është diçka pozitive, ndihmon drejtsinë e futbollit dhe nuk dëmton disa ekipe, mirë po disa të tjerë entuziastë të futbollit mendojnë se vari ka shkaktuar ndryshuar kënaqësinë e futbollit. Për shembull, nuk mund lojtari pas shënimit të gëzohet për një herë, mund të ndryshon vendimi, më thënë aspektin emocional, po psikologjikisht ndikon edhe të publiku, edhe të lojtarët, për ata që gëzohen dhe për ata që për shembull hidhrohen gjatë një shënimi të gollit, mirë po tash ka mendime ndryshme. Po mirë, mos më gut për shembull që se përpara ato nuk i kemi po për shembull kur ka qenë jashtë loje ose offside që thonë, edhe është shënu goli, janë gëzu, janë hy, edhe ata prej që kanë prit atje, ata lojtarë ndrus për shembull, është bë të lëvi me shumë minuta dhe pastaj u anulu. Edhe ajo dhe është prekse, po si do që tjetë drejtësi të ketë në futbol dhe masi është ligji që ashtu të caktohet edhe ta respektojmë ato, ajo është mirë për sesën lojtar. Edhe ata golshënues, po edhe ata që janë humbës. Qa është interesant edhe këtë kampionat e kemi pa për shembull që referet ju po dukeni shumë të avancuar me shumë sende teknologjike në trup. Ka fillu për shembull mas pari me një dëgjuese, pastaj ka dalë ka ardhur mikrofoni, ka dalë kanë ardhur disa senzore për shembull që lajmërojnë për gjëra tjera, edhe kjo e fundit tash do të thonë edhe kamera. Po. Qa është puna e kamerës? Kamera nuk ka ndonjë ndikim për vari, për shembull nuk e kontrollon kamera e referit që është vendosur këtu anën e djathtë po të majtë. Ajo nuk ka ndonjë funksion për ndryshimin e vendimit, ajo është vetëm për të krijuar një spektakël. Domethënë të shiqohet nga shiquesit në sytë e gjyqtarit se si duket si e ka shiquar, si e ka pa gjyqtari atë lloj vendimi dhe për të krijuar një spektakël dhe ajo është më e rëndësishme, këto kamerat, jam 16 vite me eksperiencë si refer në qarkun e Oslos, ne mas pari kemi përdorur komunikimin, vetëm zërin e gjyqtarëve në për seminaret edukative që i kemi patur, vetëm zërin se si komunikojnë, që shiquesit nuk kanë mundësia të shiqojnë, por në për seminare ta shfrytëzojnë për edukimet të gjyqtarëve të ri. Domethënë këta janë kamera që arkivohen, regjistrohen për arkivet e ndryshme të futbollit dhe pastaj këta shfrytëzohen vetëm për
për edukimin e gjyqtarëve të rinë, për raste të ndryshme, për të shqyquar se në çfarë siri, në çfarë këndi e shqyqon referi. Se donjëherë rastet më të mëdha, gabimet më të mëdha të refereve bën në cilën kënd në pozitën vështira, nëse referi nuk e ka marrë një vendim të saktë, mirë po këndi i referit nuk ka qenë shumë i mirë për ta marrë atë pozicion, dhe ajo është temë diskutabile gjatë seminareve të ndryshme. Dhe këto kamerat janë vetëm për të krijuar spektakël, për të shqyquar edhe publiku se si është në pamjen e një gjyqtari dhe për edukimin e gjyqtarëve të rinë. Nuk ka të bëj as pak me ndryshimet dhe kurse varri që përdoren janë kamera krejtësisht tjera që ato shqyqojnë në kënde të ndryshme dhe shumica që nuk e dinë, varri vetëm është një asocion apo jep një mendim. Mirë po përsëri vendimi kryesor është i gjyqtarit. Ata vjen me një rekomandim, domethënë mirë po përsëri është gjyqtari kryesor që vendos të ndryshojë vendimin apo mos të ndryshojë vendimin. Edhe pse mund të ketë rekomandim që kjo është penalti, mirë po gjyqtari vendos që ta shqyqojë vetë në të gjitha këndat 30 kamerave sa janë atje. Mirë po përsëri vendimi përfundimtar përsëri takon gjyqtarit. Është e vërtet që qyteti ju është me vërtet shumë teknologji nga të ndryshmet, mikrofon, kamera dhe është bërë më vështirë, mirë po dhe që stash më herët disa analistë dhe ekspertë të futbollit e thuan atë që qyteti ju është duket si e tepruar, mirë po edhe sprej edhe ashtu, po pra, edhe mirë po nuk e dim se a do vazhdon kjo në talme, këto vetëm janë faza që përdoren për gjithë të kampionatet qoftë ato evropiane dhe botërore, e pastaj efektin e shohin pastaj edhe ngelin në kampionate më të njohura, kurse për këto kampionate të tjera është pak me vonesë. Është mirë, për shembull, ato edhe peshojnë pak, faktikisht se edhe referi si lojtari sa ma letë, sa edhe fanelat, edhe këpucat, edhe krejt, që mos me pas shumë rënd në trup, sepse vrapimet e referit janë të njëjtë si lojtari, për shembull, që duhet me qenë krejt kohën në pozitat ma kyqse, e tash ti bart ato me vetin, du me thonë ti vrapon me ato në kry, me kamerë, me mikrofon, me anash që në dur që i kanë bateriat me siguri, ose që janë ato senzorat, ose ato që janë barset e valeve. Edhe kjo e bon edhe ma shqetësues edhe ma stres faktikisht edhe referin, se në një këtë kohën duhet me pas me di që a i ki mirë vesh, apo se kur vrapon ajo mundet me tra. Në televiz, ajo është ai stresi madh. Po tash mësum pra edhe rregullat të reja që tash pi shohim edhe pi kuptojmë ma mirë. Kjo është edhe për neve si shikus që ta dim që jemi së bashku edhe me referin, po edhe me lojtarët normal që ta kemi ma mirë. Tash kemi për shembull kontinentet dhe shto shtetet që janë favorite në çdo kampionat, gjithmonë janë favorite disa shtetet njëjta, mirë po ka edhe treja disa që hyjnë, për shembull si që është normal Kroacia që pa të marrë vende trete, kemi edhe vende tjera për shembull që i kanë tregu që futbolli është sport edhe nacional, jo vetëm që me marrë pjesë në kampionat për shembull ose në këto ligat ndryshme. Tregona pak këto shtetet për shembull që kanë mas shumë të tituj, që gjithmonë janë edhe favorit në kampionat. Po shqyqoni që përmendëm në fillim, në këtë kampionat marrin pjesë 28 shtete, nga të cilët më po 12 grupe. Në dy vendet e para, domethënë nga çdo grup dy vendet e para kalojnë drejt për drejt në fazën vazhduese apo eliminatore që thirret, dhe 8 vendet e treta. Domethënë 12 nga deri 24 shtete kalojnë automatikisht dhe 8 vendet e treta kalojnë. 24 dhe 8, në total 30 Më ajo që e bën ndryshim për herë të parë në këtë kampionat do të kemi 1-16 e finales, që janë në 32 ekipe që vazhdojnë, kurse eliminohen 16 shtete.
E këta 32 ekipe pastaj ndahen 16 që cilët një teta e finales, pastaj në çeyrek finale një katërta, 8 ekipe dhe gjysmë finale 4 ekipe dhe fund finalja 2 ekipe. Se përket të titujve, për momentin këtë gjithë të kampionatet Brazili avanson këtë kampionatet botërore me 5 tituj të fituara. Pastaj e dita është Gjermania dhe Italia me nga 4 kampionate të fituara. Argentina është 3, Franca është me 2 kampionate botërore, Uruguay 2 kampionate botërore, Anglia ka vetëm 1 kampionat botëror të fituar dhe Spanja. Dhe nga këta përsëri ndahen në kontinente, Evropa ka 12 tituj, Amerika e Jugut 10 tituj dhe Afrika e Azia dhe Amerika e Veriut nuk përmendin nuk kanë një tituj. Do thënë konkurenca ndërmjet shteteve të Evropës dhe të Amerikës Jugut. Këtë është favorit, është e vështirë të përmendet se është siç e përmendet edhe ju në fillim të emisionit, një befasi që ndodhi në Spanjës, i cili nuk arriti si kampionat botërore, nuk arriti të mund një shtet që merr për herë të parë në një kampionat botëror. Futbolli është ky, është që është popularizuar aq shumë që ndonjëherë nuk mund të thuhet se është ky favorit apo ai, ata janë favorit vetëm në letër, mirë po në terren, në fushë atje ndryshojnë gjërat, ndonjëherë kemi edhe befasia, prandaj është ajo që e bën futbollin interesant, ndeshje të tilla të cilat një shtet që mendojmë se është favorit në letër, mirë po në fushë del diçka krejt ndryshe. Këtë është favorit, si se ti Kroacia ka qenë gjithmonë lart, ka arritur në finale të luaj, pastaj është edhe Franca po ashtu një favorit kryesor, është dhe Brazili si gjithmonë, nuk duhet të haruar. Po mirë, tash ne presim normal që befasia ka, e dim që Spanja edhe ka hup një herë në ndeshjen e parë, për shembull, në ato 3 ndeshjet, dhe pastaj ka fitu kampionatin. Në ndeshjen e parë ka humbe, pastaj mirë po tash kësaj radhe është interesant se me kon ka lujt, për shembull, atëherë ka qenë një ekip tjetër, një kombëtare tjetër, tash është pak më interesant. Futbolli është ajo që ne po kemi dëshirë me pa futboll. Ne kemi yjet që luajnë për këto kampionate, në për këto shtete, dhe zakonisht përmenden 1 ose 2 kur janë ata 11 vet aty. Për shembull, është pak me keqardhje sepse këto e bën ekonomia, këto e bën reklamat, komercializmi i atyre lojtarëve, sikurse të Norvegjisë tash përmendet për shembull në këtë botën, më shumë ka komercializëm se kvaliteti i futbollit, pastaj pe hupat kvalitetin, sa duhet ta shohim ne lojtarin që pepin një lang, ose pi bart një por syza, ose çfarë keri që pe prish ato pjesën e futbollit, a duhet ta shohim kvalitetin e atina, jetën e atina, për shembull ushtrimet e atina, ushqimin e atina, që ne ose rinia të motivohet për asaj. Jo të motivohet se çfarë syza ose çfarë tesha ose çfarë shamponi po përdor, mos folim me hi më shumë detale, se ajo pe prish pak futbollin, komercializmi që pe prish futbollin, ti paguja ato që duhet më pagu, po s'ka nevojë ai tash më ia marr edhe punën tjerëve që punojnë me biro të reklamave ose të komercializmit, për shembull, le të bën dikush tjetër ato, mos ti përdorim tash sportistat, se sportistat faktikisht ke tjetër jetë kanë, as se përdor çat shampon, as si përdor ato syza, as ato tesha, për shembull që reklamon, ke tjetër çka, e tash ne po i mashtrojmë të rinin, edhe kjo duhet jetë, për shembull, në këto rregullat që në hit FIFA-s, duhet me hi edhe këto rregullat e FIFA-s, nëse je sportist, atë ki më merr me sport. Edhe s'ki nevojë të as me tregu a ki këto patika, a këto këpuca, a këto tesha, a këtë makinë, sepse pe prish, do me thonë pe aprish vlerën e sportit, vlerën e asaj që fëmiu ai duhet mu koncentru edhe mu motivu për me lujt futball. Disciplinë sportive. Jo mi fitu paret, që ato paret që i kaj.
se kjo e ka te kalu, do me thonë, kufinin e kufinave, ako ai privat aeroplan ose a ka shkujt me lujt për shembull, tash e kemi edhe Ligën e Arabisë që jemi tu e përcjell, shumica lojtarëve, jo shumica, po asnjë lojtar s'është i Arabisë, bila as referacion, tash janë ato paret e fundit edhe atë që thojnë atë karrierën e fundit të viteve që shkojnë atje, ka fillu me Turqi, tash është port në Arabi, ne pe kuptojmë që është motivimi për atje, për futboll e për rinije, për këtë në rregull, mirë po s'ka nevojë për shembull me pagu aq shumë të mëdha për disa lojtarë që faktikisht nuk mundën me pas kapacitetin një që i ka 40 vjet me një që është 20 ose ai i 17 vjet i Meksikës. Nuk mundet se fuqia, shpejtësia është tjetër atje. Fuqia është faktikisht edhe më e dobët normal. E shumë sene janë që FIFA duhet nashta me punu kapak, edhe sidomos këto shumat e mëdhaja që edhe që i kanë s'ka problem, po nuk kanë nevojë mu eksponu jashtë me bo reklamat, me folë për shumat, jetën, luksuzin, e me arru që faktikisht këtë ato s'kan lidhje me topin. Edhe me terenin ose me fushën që ka me lujtaj. Se u pan të me thonë Ronaldo, ja ku është rezultati, që boni Portugalia, u pa Spanja, me këtë ata yjtë, ja ku është rezultati, do me thonë janë habit, po habiten ata, po habiten me dhe na, që a botash. Mirë, po nalën veç pak këtu, se po afrum ka dole fundit, po nalën pak te Norvegjia. Tash ne jemi Norvegji, edhe normal që Norvegjin e kemi favorit, mas pari, ma dhe vinë edhe tjerat shtete normal. Norvegjia është një, mu me thonë një kombëtare tash që po përmendet shumë. Edhe në Evropë, po edhe sidomos disa prej lojtarëve, këta i kanë qujtë, kemi mësuar dhe fjalën underdog, për shembull, që është mirë, po ka dale mundet me befasu shumë. Çka thot kujtimi për Norvegjinë? Po, Norvegjia është kthyer në atë vendin ku dashte të jetë në kampionatet e fundit që përmendëm pak më parë. Norvegjia nuk ka qenë këto vitet e fundit, mirë po tash është avancuar dhe ka ndryshuar shumë kombëtarja e Norvegjisë. Shifet se kemi lojtarë të njohur që është Haaland dhe Odegaard, pastaj janë lojtarë tjerë që Sørloth që luan në La Liga, pastaj është lojtarë tjetër që Bob në Austri, pastaj në Austri, pastaj është lojtar tjetër Benfica, në gjithë lojtarë të njohur dhe që pritet dhe ka një shpreh shumë të madhe që këta do jenë befashi. Edhe unë personalisht mendoj që Norvegjia, edhe pse të thënë drejtën më zhgënjeu tash me lojën ndaj Egjiptit, edhe pse në anën e rezultatit ishte sukses goxha i mirë me 4-1, po loja që pritej edhe kam ndjekur edhe analistë të tjerë të futbollit në Norvegji, nuk ishte ajo që pritet, mirë po është vetëm loja e parë, ka akoma për të luajtur, është loja e ditë ndaj Senegalit, e cila do të jetë shumë vendimtare për të di ekipat në cila do kalon në fazën eliminatore, dhe pastaj loja me Francën, mirë po në atë nivel, në atë lojtarë që janë tëftuar për kombëtarën e Norvegjisë, shpresat janë të mëdha edhe janë të larta dhe nuk diskutohet që do të kaloj grupin, mirë po pritjet janë edhe më të larta, mbrin edhe më lartë. Dhe unë personalisht mendoj që Norvegjia ka bërë disa ndryshime shumë të mëdha, duke fituar gati se gjitha ndeshjet në kualifikuese, mundi Italinë edhe në Oslo, edhe në Milano, dhe ajo është për të dëshiruar, që tregon që mund është një kampionat botëror dhe evropian. Po, Italia ka 4 titull botëror, edhe pse do të përmendim se Italia është diçka interesante, është 3 kampionate të radhazi të fundit, nuk është pjesëmarrës, dikush mund të thotë ja për Italia është nuk është në atë nivel, mirë po nuk do të thotë që shitem para disa gjëra në futboll ku në fundit janë befasi dhe gjëra që ndodhin. Mirë po në Norvegjia pritet mendoj që të kaloj goxha lart këtë kampionat.
Mirëpritë do me thonë edhe shumë ekspertë dhe analistë pra i tregojnë që Norvegjia është aty, po edhe Suedia mundet me qenë që ashtu qyshe ka marrë, ka dale që ka arrit deri aty, mirë po se mundet me befasu edhe ka befasu edhe përpara Suedia, mos të harrojmë në kohën e Broline, Daline, ata që i kanë pas, po nuk i dihet kur, do me thonë futbolli është ashtu tash janë nisin ato vendimtari. Tash e shohim se kush ku është, do me thonë kemi, tash është ekipi i parë që është i kvalifikuar, do me thonë Meksika, me 2 lojë të fituara. E kemi momentalisht tash Amerika udhëheq kundër Australisë 2-0, dikun 70 minutë kom të përpara për shoh. Kurse në mramje dikun në ora 12 është Skotlanda Maroko, që është edhe kjo është me rëndësi. Dhe normal që Brazili me Haitin, kjo është shumë interesant në orët e vona të natës, se edhe Brazili nuk na tregoi diçka shumë me gjithë ata yje që i ka, do me thonë jo ata 11, po ata 11 tjerë, do me thonë, edhe kjo ajo do t'jetë që sendet ma interesante vinë tash këto javë të ardhshme. Shumë e vërtet, kemi shumë për të parë, veç kjo është vetëm fillimi, tash ndeshjet e dyta në grupe janë vendimtare për kalimin e grupës, siç edhe përmendet edhe ju, Brazili nuk është ajo Brazili që i mësuar ne ta shiqojmë. Me pasit tash ne nuk duhet zhgënjemi me një lojë për shkak se ka dhe shumë për të luajtur. Këto ndoshta edhe ata e ruajnë energjinë dhe fuqinë për shkak janë më shumë loja këtë kampionat botëror. Do shiqojmë se çfarë pritet, mirë po shpresoj që do të shohim shumë kemi për të parë, shumë ndeshje të mira dhe interesante të cilat do të na kënaqin gjatë pushimeve verore. Kjo është ajo mirë, pra që për dikon pushimet verore ndoshta dikush ja ka nisë veç se shkollat që kanë përfundu këtë javë, edhe javën tjetër veç fillojnë udhëtimet e planet që i kanë bo, për ka ata që nuk udhtojnë kanë vendosë që me i kalu pushimet me kampionatin këtu në Norvegji, edhe do të rinë ta shikojnë, mirë, po si do që tjetë ku do që të shkosh në botë, sidomos në këtë kohën e teknologjisë, gjithmonë kampionatin e kime veti, edhe radiolindjen e kime veti, kështu që ne do të mundohemi çdo javë të kemi ekspertë dhe kompetencë në futball, në spjegimet e këtyre njerëz pra që e kanë të përditshme dhe eksperiencë të madhe. Tash e kemi kujtimin për shembull me 16 vjet plus në eksperiencë në referi, në refer, dhe ku i din, do me thonë, s'ka dallim që është kujtimi këtu ose ai në Brazil ose në atje, të njëjtat rregulla i kanë, të njëjtat përveç se kamerave ka dalë edhe ato vinë me siguri, se tjerat i kanë krejt, do me thonë, në rregulla, edhe këto vlen gjithkund, pa më parasysh ku je në botë. Kujtim, unë të falenderoj shumë që erdhe, edhe di që ki pas dëshirë me pa këtë lojën tash që është u lujt, mirë po i ki edhe disa minuta mund është me këshyrë toka fundi. Ne të falenderojmë shumë edhe të urojmë sukses në punën si refer, edhe normal që gjithmonë se ki fitu dhe respektin faktikisht në Oslo, në rrethinën e Oslos, mu me thonë më të madhe, më të gjonë, ku gjithmonë kemi dëgju se kur është kujtimi refer atër edhe ekipet janë të gëzushme sepse është fair play, dhe me thonë nuk ka një anshme ose dy anshme ose jo që shqiptare ose ajo është diçka atje, jo, kujtimi ka regullat si refert normal tjerë. Ne të urojmë suksese edhe të falenderojmë shumë. Faleminderit, për vetëm shqetësoj shkurt rastin të përmendi, i preferoj të gjithë të rinjt të ndjekin se kjo është një lloj aktiviteti, një hobi përveç studimeve, punës, kjo është nuk do ta quaj profesion, por një hobi që i preferoj të rinjt të shqiptar që njohin futbollin, luajnë futboll, apo dëshirojnë të merren me këtë lloj aktiviteti, i preferoj të merren me këtë për shkak se përveç që është vrapim, aktivitet, është edhe social, është menaxhim dhe është edhe përfitim ekonomik. Prandaj i sugjeroj gjithë ata që mendojnë dhe kërkojnë mendimin apo ndihmë, lirisht mund të bëjnë kontakte dhe mundohemi sidomos të rinj studentësh që është një aktivitet shumë i mirë që nuk do të
do të pendohem. Kam pas të rastin të takoj, për shembull, referi, mos harrim të cekim tash, një nga referet kryesorë që do të jetë në këtë kampionatin botëror është Espen Eskos dhe Isak Bashevik. Me njërin nga këta, me Isak, kam referuar që kam qenë si asistent i Isak, ai do të jetë tash në kampionatin botëror dhe do të ofroj lojën e parë në Uruguay. Më thënë, është kjo ajo që bën lishmërim. Para 10 vite kam bërë një ndeshje me të, ai tash pas 10 vite arritë në kampionatin botëror dhe me disa intervju të shkurta me referë tjerë. Faza fillestare flasin ato norvegjezët nga eksperjenca që e thuan, e kanë filluar vetëm për kënaqësi, që të për gëj. Dhe më në fund kam përfunduar në FIFA, në profesionaliste. Prandaj shqiptarët të gjithë ata që luajnë futboll, pse mos ta kenë edhe një hobi tjetër si refera. Ne do të kemi shumë aktivistë të futbollit këtu në Norvegji, klube shqiptare, trajnerë shqiptar, dhe ne ka dhe refera tjerë shqiptar, do të mundohemi të ndihmojmë dhe të ecim përpara, për shkak se qarku i Oslës më tepër i favorizon referat e moshëve të reja dhe ata shpejt i avanson dhe punon më shumë me ta, kurse ne që ka pak më të vjetër veç më jemi në fazën shkoni në penzion. Faleminderit shumë, kujtim edhe suksese. Dielli më buzëqesh këndon